Mund të themi që prej përfundimit të luftës, shoqëria civile, mediat kanë luajtur një rol jashtëzakonisht proaktiv, duke kërkuar nga secila qeveri, qoftë edhe në kohën e UNMIK-ut, e ULEKS-it, po edhe pas shpalljes së pavarësisë, që të ndërtojmë një shoqëri e cila është e lirë nga korrupsioni, qeverisje e cila është e bazuar në parimet të qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. Fatkeqësisht mund të themi në 5 vitet e fundit, si asnjëherë më parë, shoqëria civile, mediat janë cak i sulmeve politike nga partia në pushtet, nga eksponent politik të cilët në një farë mënyrë për shkak të mospunës së tyre, për shkak të dështimeve të tyre, për shkak të politikave të gabuara, në një farë mënyrë mundohen që ta gjejnë fajtorin tek palë të tjera ku mund të themi që në radhë të parë zakonisht janë aktivistë të shoqërisë civile, media, po edhe institucione tjera të pavarura. Në këtë drejtim, nëse marrim shembuj të tjerë në botë, kryesisht pas luftës së dytë botërore, mund të themi që shtetet të cilat kanë kaluar në për të njëjtat faza, shtetet të cilat në fazat e mëvonshme janë dëshmuar si shtete që janë prijetare në demokraci, në shtet ndërtim, por edhe në, si themi, eksportim të vlerave demokratike, atëherë mund të marrim si shembull, nëse duam, edhe Gjermaninë perëndimore, Gjermaninë e sotme, ku në bazë të analizave, në bazë të asaj se çka kanë qenë suksesi kryesor, që sot Gjermania është një shtet i cili do të thotë është shembull i qeverisë së mirë, shembull i ekonomisë, shembull i asaj që ka ndërtuar një shtet ku qytetarët e saj jetojnë në një qenie të mirë, është bazuar kryesisht në 3 parime kryesore. E parimi i parë ka qenë që kanë arritur të ndërtojnë institucione të pavarura, të cilat e kanë ruajtur pavarësinë e tyre nga sulmet politike apo nga politikat ditore të partive të cilat kanë qeverisur me këtë vend. Parimi i dytë ka qenë padyshim do të thotë një aktivizëm i shoqërisë civile, të cilët e kanë luajtur rolin e tyre aktiv në shoqëri duke i bërë presion ose duke në një farë mënyrë korrigjuar përmes politikave, analizave qeverinë kur ka bërë gabime, dhe e treta ka qenë padyshim do të thotë një ekonomi e tregut ku ne e dimë do të thotë që Gjermania është prijetare, mund të themi, së paku në këtë pjesë të Evropës. Fatkeqësisht do të thotë Kosova, mund të themi, në 5 vitet e fundit ka investuar flas kryesisht politika për të ulur besimin e publikut në 3 këto fusha të cilat do të thotë e përsëris në një shoqëri demokratike mund të jenë vendimtare për të siguruar do të thotë qeverisje të mirë, sundim të ligjit. Nëse na kujtohen sulmet e vazhdueshme të politikës ndaj institucioneve të pavarura, përfshi gjykatën kushtetuese, gjykatat e rregullta, prokurorinë, po edhe institucione të tjera të cilat në një farë mënyrë në bazë të veprimit të tyre janë të pavarura dhe në një farë mënyrë kanë përpjekje për ta bërë balancin e pushteteve. Shohim do të thotë që këto do të thotë këtë pjesë Kosova ka bërë një regres të jashtëzakonshëm. Pjesa e dytë padyshim është sulmet ndaj shoqërisë civile, ndaj medias apo ndaj çdo zëri kritik i cili përmes pjesëmarrjes aktive ka përbërë përpjekje në një farë mënyrë do të thotë të ruaj disa vlera, disa parime të cilat janë të mishëruara jo vetëm kushtetutën e Kosovës, por edhe në dokumentet kryesore që ka Kosova, do të thotë me Bashkimin Evropian, siç është marrëveshja për stabilizim asocim. Qeveria është e vërtetë se po i lufton shoqërinë civile dhe gazetarët, jo detyrimisht me mjetet klasike represive të instrumenteve të shtetit, pra të ndalimit të veprimtarisë së tyre, por është një përpjekje sistematike që po zgjat me vitet të tana e delegjitimimit të tyre. Pra i trajtimit të tyre si armiq, si agent të shteteve të Serbisë ose shteteve të huaja, dhe përmes këtij delegjitimimi, ajo i bën ato shoqërinë civile dhe mediat shënjestër të militantëve të partisë, pra në retorikë publike, dhe e humb besimin dhe kredibilitetin e njerëzve në media. Në këtë formë qeveria mbron vetëm prej kritikave.